Sot në gjykatën e Tiranës mbahet seanca e radhës për 14 vjeçarin Martin Cami, ngjarje që ka tronditur komunitetin e shkollës Fanoli dhe mbar qytetin e Tiranës. Prindërit e Martin Camit, Engjëll dhe Floriana Cani ishin prezent në seancën gjyqësore së bashku me shokun e plagosur të Martin Canit dhe prindërit e tij. Në këtë seancë pritet të merret një vendim për kalimin e dosjes në gjykim, ndërsa autori i dyshuar, gjithashtu 14 vjeç, do të përballet me akuzën për vrasje të një të miturin në rrethana cilësuese. Ngjarja e rëndë ndodhi në 18 nëntor 2024 kur një konflikt i nisur brenda shkollës Fanoli mes dy adoleshentëve u eskalua në një përplasje fizike më vonë jashtë shkollës. Pas një debati që nisi në tualetet e shkollës dhe që u ndërprej nga rojet e sigurisë, dy të rinjt u takuan sërish pas mësimit dhe përplasja kaloi në një shesh që përfundoi tragjikisht. Martin Cani u godit me thik dhe humbi jetën, ndërsa shoku i tij mbeti i plagosur. Autori gjithashtu vetë plagos gjatë incidentit. Pas ngjarjes, autorët hodhën çantat dhe thikat në një ndërtesë të vjetër, ku ajo u gjet disa ditë më vonë. Ekspertiza konfirmoi se me të njëjtën thik ishte kryer dhe vrasja e Martin Camit dhe plagosja e shokut të tij. Ky proces gjyqësor është shumë i ndjekur nga opinioni publik, pasi ka ngritur shumë pyetje mbi sigurinë dhe sjelljen e të rive në shkolla, si dhe pasojat e konflikteve të thjeshta që shpesh ndrohen në tragjedi.